Po del me njerë, ja u jep një parë lavdrimi panelistëve, po mendon që po ikë përgjigjes, po kthehemi prapë te pyetja. Ku mos me bol lavda, më fal. E kemi panelin më të mirë. Një mendim. Kështu që një mendim. Arabia Saudite, Uruguay. Ndeshja me së ka nisur. O, avte fal bre. Hajde. Po besoj Uruguay një. Po, patjetër. Po, në parashikime nuk dubre me A veç kush fiton? Okej, a bën pa rezultat? Po, veç kush fiton, Po, hajtë bëjshë me lutë se ki. Kush fiton për bojna, se kështu me rezultat sakt. Me rezultat me shumë i sigurt. Unë e di rezultatin e sakt. Rezultatin e sakt, i tregon a bile lujmë diçka mas emisionit. Ja, ka një sluja, vish një, dy. Jo, ani, tregona. A kena ko? A kena ko? Jo, se di. A kena që me ko? lu njerë që... Se bylbyle. Si për Shtetin e kemi në studio. Ja, një, dy, një, tri. Kush fiton të Genta si përfundim? Okej, hajde fiton Uruguay. Irani, Zelanda e Re, Genta? Pra pune? Po, tri ndeshje. Unë kisha pas dëshirë me fitu Irani, për shka që e kemi diskutua edhe këto qka qyshtek. Irani edhe, kushke? Zelanda e Re. Zelanda e Re. Franca, Senegali. Ndeshja tretë? Franca, nëse nuk na befason edhe ajo si Spanja. Okej. To tri ndeshje janë në plan program të ditës së 6. Profesor... Ama kjo ke qëllimshme që kjo me mu, po hajtë se këthejemi Pijemin e nesër. kisha pyet sepse Ja qëllon. mendoj që... Tani mu bazu mendimet pijemit? Jo, ishte pijemi shumë i është shumë, sigur. po, i sakt në parashikime. Hajde me rezultate. Edhe me rezultat sakt. Arabia Saudite Uruguay. Në bos kualitetit kombëtare që kanë unë menej që Uruguay fiton 1-2 në shëmuna dhe me të njëfë shumë e shtilën 1-3. Okej, dy opsione po i dam. Me shtoja më kështë si... Irani, Zelanda e Re. Kjo kryet balazim, 0-0 eventualisht 1-1. Pillo ka dy që mos... Franca, Senegali. Edhe Franca, Senegal pillo 2-0 ose 1-1. 2-0, 1-1, okej. Po. Tani Tahir? Arabia Saudite, Uruguay? Uruguay. Irani, Zelanda e Re? Zelanda e Re, për arsye se Irani ka vështirë mu koncentrua ende edhe me kun ata djem atë 100% këtë botëror, ne dim që edhe pjesëmarrja aty në botëror është me 50%. Sa do që ne mujmë me thonë, por ndikon e pjesë për arsye se duhet kohë për më largu, dhe mendoj që Zelanda e Re do të është ka pjesën e përparësisë. Franca, Senegali, ndeshja fundit? Franca do të mendoj që Franca nuk ka me leju befasi. Nga njerë do të këto kombëtare të mëdha kur i ndodh kombëtare të tjera e kuptojnë se çka do me thonë dhe kanë marrë shumë seriozisht dhe kanë mobilizuar që mos më ndodh befasi. Tani Ismet. Arabia Saudite Uruguay. Arabia Saudite Uruguay, besoj që Uruguay fiton. Irani, Zelanda e Re? Irani, Zelanda e Re, Irani ka skuadër më të mirë se Zelanda e Re. Mediterane. Është ma kualitet edhe mendoj që Irani fiton, edhe normalisht Franca është super favorit, nëse pajtohet Lorico, atëherë fiton Franca. Okej, prof? Cila ke e para? E para Arabia Saudite Uruguay. Arabia Saudite Uruguay fiton Uruguay. Irani, Zelanda e Re? Mendoj që Irani është ekip ma cilësor se Zelanda. Fiton Irani. Edhe Franca, Senegali. Senegali. Për këtyne 3 ndeshjeve gjithmonë një duhet befasi, me kërku një befasi. Nëse kam me pas befasi, unë mendoj ku kishte me qenë befasi e dorës parë. Në një barazim, favorit është Franca, fiton Franca, por pres befasi në këtë ndeshje. Pasha zotin profe, ka me blu Franca, sigur në molli. Balla dhe bregun e filtër shka të e bluvish. Gjuda, Arabia Saudite Uruguay të fiton. Ndeshje mitësor është e. Uruguay. Franca është edhe Irani, Zelanda e Re? Do shkoj me Iranin. Franca, Senegali? Franca, Senegali, Franca. Lerik, për ty? Arabia Saudite, Zelanda e Re, Senegali fitojnë. Fitojnë? Të trija, po. Shumë e Arabia Saudite, Zelanda e Re dhe Senegali. Fitojnë, po. Senegali.
Senegali ka ekip shumë të mirë, se Vetëm që do t'jesh gjysma e lojtarëve të gjithë Francës janë panelit apo? prezente. Sotin në profe dhe të kenë sa të dush se ka me ti blukje Franca edhe shumë Senegala, se vetë Senegali. Jo Senegali, Ja, ka prove. Trajner si diet. Okej, para se ta mbyllim emisionin,